Horoskopi për ditën e premte 5 qershor 2026. Dashi, sot do ta ndjesh sikur diçka do të bllokojë rrugën dhe nuk po të lë të bësh atë që dëshiron ti. Megjithatë, mos u mërzit, kjo situatë thjesht po të jep vullnet për të punuar më fort drejt qëllimeve tua. Është një kohë e mirë për të bërë kontakte të mira, ndoshta nga telefonatat. Këto ditë do të mësosh gjëra shumë të mira që do të hyjnë në punë më vonë. Sot mund të kesh pak tension për shkak të punës apo parave, dhe kjo gjë do të prish pak qefin. Megjithatë, largohu për pak kohë nga stresi dhe qetësoje veten. Beso tek vetja sepse ditë të mira do të vinë në vazhdim. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat pasdite. Demi, për ju dem, sot po ju ha vendi sepse të duket sikur po më humbet diçka të rëndësishme jashtë. Përgjegjësitë e punës dhe emri yt në shoqëri po të kërkojnë vëmendje. Marsi ndodhet në shenjën tënde dhe ka ndezur një zjarr të brendshëm që të bën të lëvizësh me dinamizëm. Është një kohë e duhur për të parë dëshirat e tua, por mendja jote duhet të jetë tek e ardhmja. Sot gjeje mesin e art. Po u përqendrove tek puna, sot do të kesh dhe ambicie. Është një moment i mirë për të parë me qetësi çështjet e parave dhe buxhetin e shtëpisë. Ngjyra me fat vishnje, koha me fat mesditë. Binjakët. Të dashur binjak, bëni kujdes sot me fjalët, sepse po nxitove kur flet shumë, ndoshta mund të bësh edhe gabime. Kjo ndodh sepse ndonjëherë ti merresh me shumë punë njëherësh dhe truri yt lodhet nga informacionet e tepërta. Ndalu pak dhe bëj një pushim të vogël. Po e qetësove veten, kjo ditë do të sjellë ide shumë të qarta për synimet e tua. Do të ndihesh i organizuar dhe me dëshirë për të ecur përpara. Marrëdhëniet me njerëzit do të përmirësohen sapo të kalojë ai padurimi i mëngjesit. Dil në ajër të pastër sepse ke nevojë që të freskosh jo vetëm trupin, por dhe mendjen. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat pasdite vonë. Gaforja. Sot po ndjen pak siguri në shpirt sepse dikush po prek një pikë tënde të dobët. Është normale ti mbrosh ndjenjat e tua, por mos fol me fjalë të nxituara. Ka mundësi që ti marrësh gjërat më personale nga ç'duhet. Mbaj planet dhe sekretet e tua vetëm për vete sot. Mos i trego tek kushdo. Nxitimi nuk të çon askund. Ndaj mblidh energjitë përpara se të bësh një hap të rëndësishëm. Përdore mençurinë tënde për të rregulluar punët e vjetra. Njerëzit do të kërkojnë më shumë vëmendje nga ty, por kjo thjesht do të bëjë të ndihesh më i gjallë. Ngjyra me fat e bardhë. Koha me fat 16 deri 15:40. Luani. Sot po e ke shumë të vështirë të bësh kompromise dhe të gjesh gjuhën e përbashkët me të gjithë. Më mirë përqendrohu tek ato gjëra që mund t'i ndryshosh vetë me duart e tua. Ti po kërkon paqe në çift dhe në shtëpi, ndaj çdo gjë që është jashtë vendit të vet, po të shkatërron pak nervat. Mund të ndihesh i mbytur nga përgjegjësitë e karrierës, por mos u dorëzo sepse gjërat do të lëvizin përpara. Ke dëshirë të ndihesh plot jetë dhe këtë gjallëri do ta gjesh duke qëndruar pranë njerëzve të dashur. Shoqëria e tyre do të bëjë shumë mirë sot. Ngjyra me fat blu, koha me fat mesditë. Virgjëresha. Do të jesh plotësisht e gatshme të përveshësh mëngët dhe të zgjidhësh problemet që të dalin përpara. Megjithatë, bëj pak kujdes, mos nxito shumë. Ndoshta ke një presion për të bërë shumë kohë në kohë të shkurtër, ose kërkon të bësh diçka sa më shpejt. Por kjo nuk është mirë që të nxitohesh. Një debat i vogël apo një mendim ndryshe nga dikush tjetër mund të prish pak përqendrimin. Mos u dorëzo nëse të ikën vëmendja për momentin. Kur ulesh dhe shtrohesh ti nuk të ndal dot askush.
Sot është ditë për të kërkuar mbështetje nga njerëzit që ke mbi vete, si shefa, njerëz biznesi e të tjerë. Ato janë të gatshëm të të dëgjojnë. Çdo gjë që do të hulumtosh sot mund të sjellë fitim. Ngjyra me fat bezh, koha me fat paradite. Peshorja. E dashur peshore, do të ndihesh e ndarë në dysh. Nga njëra anë, do të japësh shpirtin pas një pune të rëndësishme, dhe nga ana tjetër, do thjesht të shtrish këmbët dhe të shijosh kohën e lirë. Marsi po të përzien ndjenjat dhe po të sjell pak tension në një marrëdhënie të afërt, ndërsa hëna të thotë t'i marrësh gjërat më lehtë. Mund të kesh dyshime nëse duhet t'i besosh dikujt apo jo. Edhe në dashuri po ngatarrohen pak muhabetet dhe do të jeni të dy me pak nerva sot. Por mos u mërzit, dita në fund ka një energji të mirë. Një person i veçantë do të motivojë të bësh më të mirë. Ngjyra me fat, roz e ëmbël. Koha me fat është mbrëmje. Akrepi. Sot po mendon më shumë për veten, për nevojat e tua emocionale dhe qetësinë në shtëpisë. Po kërkon të mbledhësh forcat, por disa debate të vogla me njerëzit rreth teje do ta prishin pak qetësinë. Përdore këtë situatë pozitivisht për të vënë rregull në jetën tënde. Marsi po të sfidon lidhjet e tua të afërta, gjë që të duket si pengesë, por ndonjëherë edhe si ndihmë për të parë të vërtetën me sy. Sot do të jesh shumë i mbret në punë dhe do të dish si të marrësh atë që të takon me zgjuarsi. Ngjyra me fat portokalli. Koha me fat 13 deri në 14:50. Shigjitari. Sot do ta kesh pak të vështirë të ndash kohën mes gjërave që ke qejf t'i bësh për vete dhe detyrimeve që ke ndaj të tjerëve. Kujdes, mos e ngarko veten më shumë punë, sepse stresi dhe informacionet e tepërta po të lodhin kokën. Sa po të largohesh nga zhurma e botës, do të shohësh që intuita dhe prakticiteti yt do të bëjnë mrekulli. Është një kohë shumë e mirë për të marrë me projekte kreative ose të ndryshosh diçka në rutinën tënde. Sot komunikimi me partnerin apo një mik të ngushtë do të jetë shumë i ngrohtë dhe efektiv. Ngjyra me fat e zezë, koha me fat 15:30 deri 17. Britsjapi. Sot dita po të kërkon të kesh siguri dhe nuk ka ndonjë surprizë të madhe. Për planetet që po të trazojnë pak ujërat, qoftë dhe nga lëvizjet rreth teje, apo nga frika se po humbet diçka të rëndësishme. Si ankthi për paratë ose për të ardhmen, mund të sjellë pak tension i dashur britsjap. Njerëzit sot prirën t'i zmadhojnë gjërat pa lidhje, ndaj mos u beso fjalëve të egzageruara që të mos bësh gabime. Edhe pse të duket rrëmuj çdo gjë, gjeje qetësinë tënde dhe merre veten në dorë. Thjeshtoj gjërat, se nuk ka nevojë për kaq shumë vrasje mendje. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat mesditë. Ujori. Hëna ndodhet në shenjën tënde sot dhe kjo të bën që çdo gjë ta marrësh personale, sikur të gjithë e kanë me ty. Marsi po sjell shumë lëvizje dhe aktivitet në familje dhe shtëpi. Kjo është një gjë e mirë për të zgjidhur problemet e vjetra, por po të detyron të ndryshosh planet që kishe për veten tënde. Nëse ke patur tensione të fshehura kohët e fundit, sot ato do të dalin në shesh me ndonjë ballafaqim të vogël. Mos u trem, këto pengesa thjesht po të zgjojnë nga gjumi, që të merresh me atë që vlen vërtet. Kujdes, mos u nxiton në këtë ditë. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat 18 deri 19:30. Peshqit. Sot yjet ty thonë të mbyllesh pak në vetvete, dhe ti dëshiron që askush të mos të bjerë në qafë. Dëshiron të gjesh ekuilibrin tënd. Marsi të ka dhënë shumë guxim dhe ide këtë kohë. Ke folur troç dhe ke ecur përpara, ndaj sot të ketë vështirë të shkëputesh nga bota dhe të rrish veten.
por ndonjëherë edhe duhet ta bësh. Ndonjë fjalë që do të dëgjosh ose një mesazh që do të marrësh do të prish qefin dhe mund të mërzisë pak, por mos u kap pas mendimeve të tjerëve dhe mos u avër shumë veshin. Sapo të ulesh dhe të gjesh qetësinë tënde të brendshme, dita do të duket më e bukur dhe do të shijosh momentet. Ngjyra me fat e verdhë, koha me fat është mbrëmja. Ne urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë.